Përshëndetje dhe mirë se vini në bota e horoskopit. Le të shikojmë çfarë na thon yjet për 12 qenët e zodiakut për ditën e njëjtë 13 gusht 2026. Na lini komentet tuaja dhe faleminderit që na ndiqni. Dashi, eklipsi i dieshëm mund të ketë trazuar shumë emocionet e tua dhe sot mund ta ndjesh mendjen të shpërndar në një mirë drejtime dash. Mund të kesh shumë gjëra për të menduar njëkohësisht, marrëdhëniet, puna, planet personale dhe përgjegjësitë që kërkojnë vëmendjen tënde. Por këtë të ënjte, hëna në virgjëresht të sjell pikërisht energjinë që të duhet, qartësi, organizim dhe praktik. Në vend që të përpiqesh të zgjidhesh të gjitha menjëherë, talo pak dhe pyete veten, cila është gjëja më e rëndësishme që duhet të bëj tani. Zgjidh vetëm një detyrë dhe përqendrohu tek ajo. Mos u shqetëso për diçka tjetër, sepse çdo gjë duhet zgjidhur sot. Ajo që mund të pres, le të pres. Në dashuri, mos lejo emocionet e forta të bëjnë të nditosh në përfundime. Në punë dhe në planet personale, një hap i vogël por i menduar mirë, mund të çojë shumë më larg se sa shumë hapa të nxituar. Dash, këtë të ënjte nuk ke nevojë të rregullosh gjithë jetën, mjafton të vendosësh rregull në hapin e radhës. Demi, kjo e ënjte është dita për t'i dhënë pak pushim vetes dem. Mos mendo se kujdesi për veten është humbje kohe apo mungesë produktiviteti. Përkundrazi, ndonjëherë gjëja më produktive që mund të bësh është të ndalosh dhe të marrësh frymë. Gjatë eklipsit diellor ke shpenzuar shumë energji duke vendosur rregull në jetën tënde, duke menduar për të ardhmen dhe duke përpjekur të sistemosh gjërat që të kishin mbetur pezu. Tani është koha të shijosh pak rezultatet e gjithë atij mundi. Bëj një banjë të ngrohtë, dil për një shëtitje në natyrë, pa telefon, porosit ushqimin tënd të preferuar, ose fto një mik për të kaluar pak kohë së bashku, nuk e pse të bësh gjithmonë diçka të madhe. Të ënjte dem, rimbush bateritë e tua, jepi mendjes qetësi dhe zemrës pak kënaqësi, sepse fundjava po afron dhe do të kesh nevojë për energji të re. Mos u ndje fajtor që pushon, edhe pushimi është pjesë e përparimit dem. Binjakët. Kjo javë ka qenë plot lëvizje, takime dhe mendime që nuk të ka lënë të pushosh as për një moment, binjak. Je mësuar të jesh gjithmonë në veprim, por këtë të ënjte, hëna në virgjëresht, të kujton se edhe ti ke nevojë të ngadalësosh ritmin. Nëse vazhdon të ecësh me të njëjtin intensitet, rrezikon të lodhesh më shumë se sa e kupton. Nuk është dobësi të bësh një pushim, përkundrazi, është mënyra më e mirë për të ruajtur energjinë dhe qartësinë mendore. Kjo nuk do të thotë se duhet të rish gjithë ditën në divan, edhe pse po e bëre askush nuk do të gjykonte. Mund të merresh me disa punë të vogla në shtëpi, të organizosh një hapësirë, të lexosh diçka që të pëlqen ose të kalosh pak kohë me familjen. Sekreti i kësaj dite është të mos e ngarkosh veten, jo çdo detyrë të duhet ta përfundosh këtë ditë dhe jo çdo përgjegjësi kërkon vëmendjen të menjëhershme. Binjak, dëgjoj trupin dhe mendjen tënde, kur jep vetes kohë për të pushuar, rikthesh më i fortë, më i qartë dhe gati për sfidat që të presin në fundjavë. Gaforia, eklipsi diellor i së Mërkurës të ka ndihmuar të shohësh më qartë vlerën tënde gafore. Ndoshta ke kuptuar se ke dhënë shumë nga vetja, ke toleruar më tepër se ç'duhej dhe ndonjëherë ke harruar të vendosësh veten në radhë të parë. Por kjo fillon të ndryshojë këtë të ënjte. Tani je gati të përdorësh këtë vetbesim të ri për të mbrojtur veten dhe për të kërkuar atë që me të vërtet meriton. Mos prano më pak vetëm sepse nuk dëshiron të krijosh konflikte apo të mërzitesh dikë. Ti je një person shumë i pëlulur gafore dhe kjo është një cilësi e bukur, por ndonjëherë përullësia mund të bëjë të nënvlerësosh veten. Të njohësh vlerën tënde nuk do të thotë të jesh arrogant, do të thotë të di se çfarë meriton dhe të mos kënaqesh më me pak. Lejoj vetes të kesh standarde të larta këtë të ënjte, në dashuri, në punë dhe në marrëdhëniet e tua. Ti ke të drejtë të kërkosh respekt, sinqeritet dhe vlerësim. Marsi në shenjën tënde, të jep forcën për të mos u tërhequr kur është diçka e rëndësishme për ty. Gafore, mos kërko falje sepse e di vlerën tënde. Sot është dita të qëndrosh fort, të besosh te vetja dhe të mos pranosh më pak nga ajo që meriton. Luani, eklipsi diellor që sapo ndodhi në shenjën tënde ishte një nga ngjarjet më të rëndësishme astrologjike të këtij viti për ty Luan. Mund të ketë sjellë emocione të forta, ndryshime të papritura ose një ndjesi se po hapet një kapitull i ri. Por tani mund të pyesësh veten, mirë, po tani çfarë? Dhe përgjigjja është e thjeshtë. Historia jote sapo ka filluar. Ende jemi në sezonin e Luanit dhe Jupiteri së bashku me Mërkurin ndodhen në shenjën tënde. Kjo do të thotë se vëmendja është ende mbi ty dhe mundësitë për të shfaqur, për të folur dhe për të krijuar dhe për të bërë hapa më të rëndësishëm nuk kanë përfunduar. Ti je në një proces ku po i afrohesh versionit tënd më të fuqishëm dhe më të plot, por potenciali yt nuk mjafton vetëm. Duhet të vazhdosh të punosh, të besosh te vetja dhe të mos e kesh dorë kur rezultatet nuk shfaqen menjëherë.
në dashuri, në punë apo në planet personale. Mos u tërhiq tani. Luan, drita e skenës është ende mbi ty. Mos e lër momentin të ik nga duart. Vazhdo përpara, sepse mundësia jote për të shkëlqyer sapo ka filluar. Virgjëresha. Ngadaleso pak ritmin virgjëresh. Eklipsi diellor ka qenë intensiv dhe mund të të ketë lënë mendjesinë se ke shumë gjëra për të bërë dhe se duhet të gjitha të zgjidhen menjëherë. Por këtë të ënjte, hëna hyn në shenjën tënde dhe sjell pikërisht energjinë e qetë dhe të qëndrueshme që të nevojitet. Mund të ndihesh sikur duhet të vraposh nga një detyrë tjetra, por mos vepro me impuls, dalo për pak dhe merr frymë. Me një letër dhe shkruaj gjithçka që ke për të bërë, pastaj vendos prioritetet dhe krijo një plan praktik hap pas hapi. Mos u shqetëso nëse kjo të duket si humbje kohe, përkundrazi ku ngadaleson dhe mendon para se të veprosh, bëhe shumë produktive dhe shmang gabimet e panevojshme. Këtë të njëjtë nuk ke nevojë të bësh të gjitha menjëherë. Një hap i menduar mirë vlen më shumë se 10 hapa të nxituar. Virgjëresh, beso te aftësia jote për të organizuar gjithçka, qetëso mendjen, vendos një plan dhe pastaj vepro me siguri. Ngadalësimi nuk të pengon, të ndihmon të ecësh më shpejt drejt asaj që dëshiron. Peshorja. Gjatë eklipsit diellor ti ishe padyshim shpirti i festës peshore. Energjia e Luanit të bëri të dalësh nga rutina, të tregosh më shumë nga vetja dhe të jesh më e hapur ndaj njerëzve dhe mundësive të reja. Dhe duhet thënë se e bëre shumë mirë. Por tani është momenti të ulësh pak ritmin, të njëjtën kujdesu për veten dhe kushtoj më shumë vëmendje me qenies fizike. Pas gjithë asaj energjie sociale, trupi dhe mendja ka nevojë për pak qetësi. Nëse ke krijuar njohje për marrëdhënie të reja, vazhdo të ushqesh ato, por pa pasur nevojë të jesh gjithmonë në lëvizje. Nuk është e nevojshme të dalësh nëpër lokale apo vende të zhurmshme. Mund të ftosh disa miq në shtëpi për një darkë të këndshme, të bisedoni, të qeshni dhe të kaloni kohë së bashku në një atmosferë më të qetë. Të njëjtën peshore, më pak zhurmë dhe më shumë kujdes për veten. Shijo shoqërinë, por mos haro të dëgjosh edhe nevojat e trupit tënd. Ti ke shkëlqyer në qendër të vëmendjes, tani lejoje veten të pushosh dhe të shijosh qetësinë. Akrepi. Akrep, eklipsi diellor në Luan mund të ketë sjellë një ndryshim të madh në karrierën tënde. Mund të jetë hapur një mundësi e re, të kesh marrë më shumë përgjegjësi ose të jesh futur në një rol krejt tjetër nga ai që ke pasur deri tani. Të njëjtën mund të përballesh me një detyrash të reja. Në fillim mund të ndihesh pak i pasigurt, edhe pse në të vërtetë je emocionuar për këtë kapitull të ri. Mos i kërko vetes të dish të gjitha që ditën e parë. Është normale të duhet pak kohë për të gjetur ritmin. Lajmi i mirë se nuk je vetëm. Një drejtues, kolegu ose person me më shumë përvojë është i gatshëm të të ndihmojë. Mos ke frikë të pyesësh dhe të pranosh mbështetjen që të ofrohet. Duke punuar së bashku, gjërat fillojnë të marrin formë dhe deri në fund të ditës do të ndihesh shumë i qetë dhe më i sigurt për ndryshimin që po ndodh. Akrep, mos u trego shumë i ashpër me veten. Një fillim i ri kërkon kohë, por ti ke aftësinë ta kthesh këtë ndryshim në një sukses të madh. Shigjetari. Nuk është as pak në natyrën tënde të jesh më një ngushtë shigjetar. Kurioziteti është nga cilësitë e tua më të forta dhe ti ke gjithmonë dëshirë të mësosh diçka të re. Ajo që të bën edhe më të veçantë është se nuk e frikë të ndryshosh mendimin kur merr informacion të ri. Jo të gjithë kanë guximin ta bëjnë këtë, por këtë herë nuk po ndryshojnë vetëm mendimet e tua, edhe ambicjet dhe ëndrat e tua mund të jenë duke marrë një drejtim tjetër. Ndërsa rritesh dhe ndryshon si person, është krejt normale që edhe qëllimet e tua të evoluojnë. Ndoshta dikur ke ndëruar për një rrugë të caktuar, por sot e kupton se dëshiron diçka tjetër. Mos u kap pas së kaluarës vetëm sepse ke investuar shumë kohë në të. Eklipsi i dieshëm ka ndezur një ndryshim brenda teje dhe të njëjtën ti je gati ta ndjekësh atë. Mos ke frikë të ndryshosh drejtim, nëse zemra dhe mendja të tregojnë se ke nevojë për diçka të re. Shigjetar, ndryshimi nuk do të thotë se ke humbur rrugën. Ndonjëherë do të thotë se më në fund ke kuptuar se ku dëshiron të shkosh. Britsjapi. Si një shenjë tokës, ti përshtatesh shumë mirë me energjinë e qëndrueshme dhe praktiket të vigjereshës britsjap. Dhe pikërisht kjo është ajo që të nevojitet më shumë këtë të ënjte, sepse mund të fillosh të ndjesh se ke marrë përsipër pak më shumë se ç'mund të përballosh. Ti je një njeri shumë punëtor dhe zakonisht nuk mendohesh gjatë përpara se të marrësh një përgjegjësi të re. Edhe kur e di se po e mbush ditën deri në limit, përsëri thua do ta bëj, por kjo mënyrë funksionon vetëm për një kohë. Sa do shumë të dëshirosh ti bësh të gjitha, trupi dhe mendja kanë kufijtë e tyre. Nëse vazhdon të marrësh përsipër çdo detyrë dhe çdo përgjegjësi, rrezikon të lodhesh dhe të humbash energjinë që të duhet për gjërat e vërtet të rëndësishme. Prandaj, të njëjtën ndalo për pak dhe rishiko prioritetet e tua.
pyet veten çfarë duhet bërë tani dhe çfarë mund të pres. Britsjap, nuk është dështim të thuash jo ose jo tani, është mençuri të dish ku duhet të vendosësh energjinë tënde. Mos u përpiq të mbash gjithë botën mbi supe, zgjidh atë që ka më shumë rëndësi dhe lëre pjesën tjetër për një ditë tjetër. Ujor, dita e mërkur mund të ketë qenë plot emocione dhe dram, eklipsi diellor në Luan, solli një energji të fortë mund të ketë nxjerrë rutina, por lajmi i mirë është se e rinjtja vjen me një ritëm shumë më të qetë. Sot nuk ka nevojë të përballesh me ndonjë sfidë të madhe, përkundrazi, është dita ideale për të rregulluar ato gjëra të vogla që ke lënë pas dore. Përdore energjinë praktike të virgjëreshës për të organizuar hapësirën tënde. Rregullo tavolinën e punës, sistemo dokumentet, pastro dollapin ose hiq qafe gjëra që nuk i përdor më. Edhe një rregullim i vogël mund të japë një ndjesim të madh lehtësimi. Mos u përpiq të bësh shumë punë të lodhshme. Kjo ditë nuk është dita për të kthyer të gjithë shtëpinë përmbys. Mjafton të merresh me ato detyra të vogla që zakonisht i shtin për nesër. Ujor, suksesi nuk matet me sa shumë bën sot, por me sa mirë organizon atë që ke përpara. Pak rregull në hapësirën tënde do të sjellë edhe më shumë qetësi në mendjen tënde. Peshq, është koha të rikthesh pak më shumë në realitet. Ti kalon shumë kohë në botën tënde të brendshme, duke ëndërruar, imagjinuar dhe menduar për mundësitë që mund të sjellë e ardhmja. Por më 13 gusht, energjia praktike e virgjëreshës të ndihmon të qëndrosh me këmbët në tokë dhe të shohësh më qartë atë që po ndodh rreth teje. Kjo është një ditë shumë e mirë për të nisur një rutinë të re ose për të vendosur disa zakone më të shëndetshme në jetën tënde. Mund të fillosh me gjëra të vogla, organizo ditën, kujdesu më shumë për veten dhe krijo një ritëm që të sjellë më shumë qetësi. Por ka edhe një mësim tjetër të rëndësishëm. Vendos kufi. Nuk e pse të jesh gjithmonë i disponueshëm për njerëzit që të lodhin emocionalisht. Nëse dikush të merr energjinë, të shqetëson vazhdimisht ose të bën të ndihesh keq, lejoji vetes të krijosh pak distancë. Të thënjtë mund ta shohësh realitetin e marrëdhënieve të tua pa filtratros që ndonjëherë të bëjnë të shohësh vetëm anën e mirë të njerëzve. Peshq, mos ki frikë nga e vërteta. Ajo që sheh sot mund të ndihmojë të kuptosh se kush meriton të qëndrojë pranë teje dhe ku duhet të ruash më shumë energjinë tënde. Ky ishte parashikimi i yjeve për 12 sinjat e zodiakut për ditën e ënjtë 13 gusht 2026. Ju faleminderit që na ndiqni. Ta lini komentet tuaja dhe mos harroni të na bëni like dhe subscribe.